Ndodh pas gati 500 vitesh, mbreti Charles bëhet monarku i parë britanik që zbarkon në Vatikan. Mbreti britanik do të marrin pjesë në një shërbes historike ekumenike në Kapelën Sistine me Papën Leoni XIV për të shënuar vitin jubilar 2025 të Kishës Katolike. Lajmi u konfirmua nga Pallati Buckingham, i cili e cilëson këtë vizitë si një ngjarje historike pa precedent në historinë moderne të marrëdhënieve ndërfetare. Në moshën 76 vjeç, mbreti Charles III do të bëhet monarku i parë britanik që merr pjesë në një akt publik adhurimi me Papën që nga ndarja e Kishës Anglisë nga Roma në vitin 1530 gjatë reformacionit të Henrikut VIII. Në shenjë vlerësimi për angazhimin e tij gjatë gjithë jetës në promovimin e dialogut ndërfetar, Papa Leoni XIV do të akordoj mbretit Charles titullin konfretor mbretëror të Bazilikës Papale dhe abacisë së Shëmpalit jashtë të mureve San Paolo fuori la mura. Ky është një titull nderi shpirtëror që simbolizon një vëllazëri të veçantë me Kishën Katolike. Fjala latine frater do të thotë vëlla. Për të nderuar këtë lidhje të re, në bazilikë është ndërtuar një karige posaçme për mbretërinë e tij, e cila do të përdoret gjatë shërbesës dhe do të mbetet atje në mënyrë të përhershme si simbol i respektit të ndërsjellët midis papës dhe mbretit si kryershtetesh. Vizita dyditore e mbretit dhe mbretëreshës të mërkurën dhe të njëjtën ka një ngarkesë të thellë simbolike pavarësisht se është e shkurtër. Ata do të takohen për të parë me Papa Leoni XIV që nga zgjedhja e tij në maj. Gjatë një vizite të mëparshme në prill, çifti kishte takuar shkurtimisht Papa Franceskun, por shumë nga aktivitetet e planifikuara u anulluan për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Sipas Pallatit Buckingham, kjo do të jetë vizita e parë shtetërore që nga reformacioni në cilën një pap dhe një monark britanik do të luten së bashku, dhe gjithashtu hera e parë që një monark anglez merr pjesë në një shërbes në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve, një vend me lidhje historike me kurorën britanike. Mbretëresha Camilla do të vizitojë gjithashtu Kapelën Pauline, ku ndodhen dy nga afresket e fundit të Michelangelos që paraqesin Shëmprietrin dhe Shëmpalin. Të dy mbretit dhe mbretëresha do të marrin pjesë në një shërbes ekumenike në Kapelën Sistine që do të fokusohen me termin kujdesi për krijimin, një temë e përbashkët për të dy liderët të cilët janë të angazhuar fort në çështjet e mjedisit dhe mbrojtjen e natyrës. Vizita përfshin gjithashtu takime me kardinalin Pietro Parolin, sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë.